Labaj, pra ju nesër e pyetje para a do të bashkoheni Sali Berishës në thirrjen që ju ka bërë të gjithëve, dhe pastaj për të komunikuar dhe për të bashkëbiseduar me këto çka thotë zoti Qori. Ke bën mirë që nuk u bashkohet me ju. Pjesën e zotit Berisha, ne jemi në shpesh, po protestojmë prej 32 ditësh si asnjëherë më parë në këtë Republikë, pa ndërprerje ditënatë. Në këtë kuptim, nuk është normale që ne të çohemi dhe të shkojmë të ulemi sallave të konferencave për të diskutuar në lidhje me protestën. Protesta është këtu, sheshi është i hapur për të gjithë. Ne nuk jemi me logo partie këtu, sepse kemi thënë, ka një kohë për partinë, ka dhe një kohë për Shqipërinë, dhe tu është e nevojshme që qytetarët të dalin rreth një simbolit përbashkët që është flamuri kombëtar, sepse asnjë nga ne, veç e veç, në këtë moment që ndodhet vendi, nuk e mund dot Edi Rama. Sepse Edi Rama ka krijuar një sistem monstruoz të projeksionimit të votës. Dhe në çdo kusht, në çdo rrethan, për të një bashkimit madh popullor, ai është një monstër politike, do thosha, në thonjë të ajo pjesë se një subjekt politik, që prodhon një rezultat i cili është në disfavor të ndryshimit dhe të Shqipërisë. Kështu që qëndrimi jon ka qenë i qartë, ne nuk do të shkojmë në atë tryezë, sepse atë tryezë ka logo partie, dhe po të qepër tryeza partie e kisha shtruar unë këtu në shesh 1 dhe i thoya të gjithë, sepse legitimiteti është këtu në shesh me të drejtën, por ne nuk e bëjmë këtë sepse ne e dimë që po ndonjë brenda gardheve nuk krijohet dot kohezioni i madh social për ta detyruar Edi Ramën të ikë. Okej, nuk shkoni. Por ju ndryshoni shumë dhe me njëri tjetrin brenda vetit. Brenda njëri tjetrit, te forcat e reja e kam fjalën. Te ju, te zoti Qori, por dhe te Shejaj, që Qori thotë nuk e fronton të Sali Berisha nga që ka qenë një pjesë aty dhe ka shlarguar prej tyre. Ai është larguar dhe një gjë të re përfaqëson. Sipas meje, por gjithsesi, por edhe brenda jush, domethënë ideja për të mos u marrë vesh, ju mbeteni si shoqata në këtë rast. Edhe zoti Qori dhe ju, domethënë dilni si Don Kishoti Mançës, ja ta mbaroj. Unë jam me ju në këtë rast. Me zotin Qori, me ty, me këto krijimet e reja. Edhe pse jam i vjetër në moshë. 1 minutë. Kolegët, ata të ishin bashkë me ty, këtu në këtë studio, më kanë akuzuar mua që duhet t'i kesh dhe ti bashkë me këta. Dhe ata e zgjodhen pastaj, e bën avokat. Njeriu tënd. Se cili ta futit e ty. Domethënë, politikisht, tani, ka një problem të thjeshtë. Ju dukeni si shoqata. Domethënë, po mbledh sa njerëz ti aty, sa njerëz i mbledh zoti Qori, sa Agron Shejaj, ku ishe asgjikundi që bere asgje. Këtë, ama spjegoni do ta kuptoj, se ndoshta jam unë, nuk e kuptoj unë, edhe i vjetër, edhe nuk e kuptoj. Qa do bëni ju? Ju aty, zoti Rakipi, ndoshta nuk doni ta kuptoni, po unë sapo ta shpjegova këtë që ju po thoni. Të thash që ka një kohë për partinë, ka një kohë për Shqipërinë. Dhe të thash që këtu nuk jemi si parti politike, sepse për ne nuk ka parë si partia në që parë që është bëndi. Të lutem, ata mbaroj unë këtë. Ti je përfaqësues si një forcë politike, po për Shqipërinë tani, aty mund të dalin dhe njerëz koto që ikin rinë në rrugë, edhe lypsa, po jo, të lutem shumë. Vazhdo, të kam ftuar më të thuash. Po që ta kuptoj, unë ta kuptoj. Se s'po kuptoj gjë. Po që ta kuptosh, duhet më dëgjosh. Dhe unë po të them. Mo ja ta dëgjoj tani, se them unë shpesh. Ne e kemi lënë Egon Mënjan, e kemi lënë partinë Mënjan të Selia, dhe po themi që e kemi ullur gardin partijak për ta hapur vetveten ndaj shoqërisë, ndaj sheshit, ndaj qytetarëve, dhe për t'i përbashkuar njerëzit, dhe themi nuk kemi asnjë siklet ne që të rrim në këtë shesh, edhe me qytetarë që kanë votuar lëvizjen e zotit Qori, edhe me qytetarë që kanë votuar lëvizjen partinë politike të zotit Shejaj, edhe me qytetarë që kanë votuar partinë demokratike, mjafton që të gjithë të kuptojmë që edhe pse mund mos e pëlqejmë njëri tjetrin, halli i përbashkët sot është më i madh se mos pëlqimi për njëri tjetrin, dhe halli i përbashkët është Edi Rama. Edhe pse mundet dikush ta urrejë njërin apo tjetrin, duhet kuptojmë që problemi më i madh është sistemi që ka ndërtuar Edi Rama.
edhe pse mund mos e kemi qef njëri tjetrin, duhet kuptojmë që veç e veç të ndarë, përballë Edi Ramës gjithmonë u mbasim ne në këtë fazë. Dhe shoqëria ka nevojë sot për ndryshim. Dhe ajo që unë po them është që askush mos ketë sikletin e logove apo të partive, se secili mendon që partia e vetë është më e mira, ne themi që nuk kemi këtu si Shqipëria bëhet. Dhe të tjerët nuk duhet vinë këtu si parti të përkatëse, po duhet vinë si qytetar, sepse këti fondi i nevojitet që Edi Rama me bandën që drejton të iki, jo sot, dhe më hapur, më troç, më qartë se kaq, ne nuk mund ta themi dot. Dhe unë ndaj them pesh në këto ditë, ka një kohë për partin, ka një kohë për Shqipërinë. Nuk është koha për partin, koha për partin është në zgjedhje. Koha për Shqipërinë është sot. Ta mund mos më duan mua, dhe është e drejta atyre legjitime, edhe pse unë nuk kam me probleme me këta. Por këta nuk mund jenë egoist në pikën që të bëjnë çdo gjë përveç se të vinë e të përballen me Edi Ramën. Edi Rama e ka zyrën në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dhe Edi Rama duhet ta dëgjojë dhe duhet ta shohë popullin këtu përballë tij. Zoti Qori, ja ta bisedojmë bashkërisht. Politika duhet bëhet në emër të vërtetës edhe të drejtës. Edhe kush gënjen politikisht apo bën hipokrizi politike, është duke i bërë një dëm shumë të madh shoqërisë. Një njeri që është kryetar partie nuk mund të thotë, unë nuk veproj politikisht si kryetar partie. Unë jam kryetar i Lëvizjes Bashkë dhe çdo aksion im publik, se mund mbaroj. Unë jam kryetar i Lëvizjes Bashkë dhe çdo aksion im i publik përfaqëson Lëvizjen Bashkë. Kjo nuk ka pikë diskutimit. Të thuash që jam kryetar partie, po jam pa logo, është nonsens. Është edhe për të qeshur, tani ose gënjen ose nuk merr vesh fare nga politika, nuk e di cila është ka këto. Mu kujtohet tani në vitin 2018, nëse mund të mbaroj. Në vitin 2018, gjatë protestave të studentëve, aso kohë kryetare e LSI-s ishte Monika Kryemadhi. Edhe tha Monika Kryemadhi, e grisa unë thot tesërin e LSI-s dhe do shkoj si qytetare me studentëve. Po as vetë Monika nuk e besonte atë gjë, as populli, as shoqëria nuk e besonte atë gjë. Tani nëse thua, unë nuk vi si kryetar partie këtu. Atëherë do pranosh që edhe Sali Berisha, po të erdhi aty, nuk do vi si kryetar partie. Do të vi ka Sali Berisha si qytetar. Edhe bashkimi yt me Sali Berishën, apo me Ilir Metra, apo me këdo tjetër, nga këta të paktën që janë jashtë burgut, nuk është bashkim partijak, nuk është koalicion partijak. Por na qenë ka një bashkim popullor. Kjo nuk është e vërtet, dhe pikërisht sepse kjo nuk është e vërtet, dhe kush e thot të gjë, minimalisht është i pasakt, maksimalisht është hipokrit, kjo reflektohet edhe në refuzimin e qytetarëve të Republikës Shqipërisë për t'u bashkuar kësaj hipokrizie. Ne kemi shumë nevojë për të vërtetën dhe kemi nevojë që ata që merren me politikë, ata që përfaqësojnë forca politike të kenë përgjegjësinë për ta thënë të vërtetën dhe të kenë përgjegjësinë për gjithçka që edhe thonë edhe bëjnë. Po e them dhe njëherë, para shumë viteve, se cili nga ne munde shumë mirë të thoshte, jemi shoqëri civile, vim si individ, vim si qytetar, jo. Tashmë, se cili nga ne është përfaqësues si një partie politike, është përfaqësues si një ideje politike, është përfaqësues si disa qëndrime politike, dhe pikërisht për këto arsye, njerëzit ose na marrin seriozisht, ose qeshin me ne. Qartë, po cili është propozimi juaj? Jo të ndryshë që i tha dhe pastaj ndryshë me njërë. Se është hau i madh, po unë nuk mund ta lë pa përgjigje këtë. Po sigurisht. Para njerë, se u mundova ta shmangja e parë, po me qëse e kërkoj po ja them, e para njerë, ne në lista e të gjithë Shqipëria që kemi vendosë, në listat e mbyllura, njerëz për t'i djegur, për të aplikuar modelin e listave të hapura. Dhe unë jam një njeri që kam garuar në listë të hapur. Nuk u pëlqejnë listat e mbyllura. E dyta, duhet 50 hallat nga zoti Qori në fakt, nëse ne i kemi vendosur për t'i djegur, ju i keni vendosur vetë. Mirela Ruko ka qenë në Fier kandidate, ndërkohë motra e Mirelës, Albina Ruko, ka qenë në Tiranë kandidate. Tela Muçi ka qenë kandidate në Gjirokastë, ndërkohë Redi Muçi ka qenë kandidat në Tiranë, janë motre vlla. Janë aktivistë, zotë, janë aktivistë për një jetë. Në lidhje me A i dini kush është deputeti Lëvizjes Bashkë sot? A i dini kush është deputeti Lëvizjes Bashkë? E njeh gjithë Shqipëria për mirë. A i di cila është deputeti e partisë tuaj? A i njeh njeri përveç jush personalisht? Dhe si justifikon rrogën zonja në fjalë? Dhe si vajtët e u tallët me popullin, duke e thënë, o budallë, ju nuk kuptoni taktikën tonë geniale. Si justifikoheni tani publikisht?
Si justifikoheni? Më lër pak. Dhe si pretendoni që pas ju bët gazi të tërhiqni dhe tjerët në Karagjozllëkun tuaj? Po ti bëhet i kulturuar, më lër pra të flas pak. Kulturuar? Ta mbaroj. Kush edhe më dëshira në terren. Ashtu. Më lër të flas. Patjetër. Ashtu. Tani te një pretendim të dytë që nuk na u bashkoka në njerëzit. Në aktivitetin e fundit, ditën e diel këtu, ku janë proceduar 13 qytetarë nga të cilët janë arrestuar 4 njerëz. Dhe gjykata tha janë 4 arrestime të paligjshme. Si aktivist do duhet të dilje krah tyre dhe të ndajet drejtën e atyre që janë arrestuar në mënyrë të paligjshme dhe the që këtu nuk janë bashkuar njerëz. Në aktivitetin tonë të ditës diel kanë qenë 3000 qytetarë, mbi 3000. Mos u tallo burridheo, to si o 3000 qytetarë, si 3000. Ore, unë do dëshiroja të ishit edhe 30.000 mo, edhe 300.000, inshallah bëheni. Problemi është që nuk do të tallemi qytetarët, pa mirë e këti. Kjo lloj qasje i shërben Edi Ramës. Zotri, bashkohu në shesh kundër Edi Ramës. Por zotri, ti ke hapur lokal në shesh, nuk po proteston në shesh, më vjen keq ta them. Ti ke hapur lokal në shesh dhe nuk t'afrohet asnjëri. Dhe pyet vetëm pse s'afrohet asnjëri. Dhe si pret të t'afrohet mua kur s'afrohen qytetarët. Bravo! Leri këto. S'ka nevojë Shqipëria për dënglat e tua të mia. Ka nevojë që Edi Rama të iki sot, jo nesër. Po si po e heq Edi Ramën aty, ti hap të më thuaj, aman. Si po e heq ti Edi Ramën, si po e heq Edi Ramën ti, duke u bërë qesharak, duke u bërë objekt tallje. Si, duke zënë atë vendin aty që zguxon njëri të afrohet. Si po e rrezon Edi Ramën, ma thuaj që lutem. Të kam kurtie kaq kohë nuk të shkoni e pedagog, teze halla dhe kur e ditë vërtetën. Po teze halla nuk janë fjalë pista, më është përshkrimi i realitetit. Është ajo që keni bërë ju, keni tradhtuar votuesit tuaj, duke ju thënë që është një skem geniale dhe përfunduat e tezet e taja, kush ka faj. Ti dhe të gjithë të tjerët, dhe njerë, bashkohuni në shesh kundër Edi Ramës, ka i di unë, leri tezet edhe dajot, bashkohuni në shesh kundër Edi Ramës, pastaj fundu në zgjedhje dhe fito 20 apo 30 mandate e qeverisë. Merë dorë për dore Sali Berishën, e Ilir Metën, e Edri Shabanin, e të tjetrin, Agron Sheajn, se jeni në koalicion me njëri tjetrin, edhe vazhdoni, po se ju të ndjek njëri, sepse nuk keni reputacion, nuk keni autoritetin moral, ka që thjesht. Në shesh kundër Edi Ramës, mos më ik mua në çdo cep të Tiranës, në kuvend e lartë e poshtë dhe vetëm kuvendi nuk është cepor zotri, është institucioni më i rëndësishëm. Po të kishe lexuar kushtetutën se me demegje dhe jurist, do e dije që kuvendi është institucioni më i rëndësishëm kushtetues në Shqipëri. Këtu në shesh kundër Edi Ramës, kaq them. Bravo!